se kushdo tjetër. Ai është i cili Allahu xhelal është krijuesi jon i cili na dojmë Allahu xhelal më shumë se çka tjetër. Na jep jetë për Allahu xhelal. Na jep familje, jep pasuni, jep gjithçka për Allahu xhelal. Pse nuk duhet të shkojë Allahu? A di ti ku pse nuk duhet të shkojë Allahu? Uzve po të na përvekrat mia çfarë bëhen, nash të kam ndënu me Zotin botën tjetër, nash të smi fal, ja, besimtari nuk e zon me zonë nash të smi fal. Allahu na e fal. Allahu ka më fal krejt gjërat në rutina. Po na do të kthye, me çfarë se po e dim që do të kthye, ai është afur, ai është fals. Ai është tawwab, është i cili pranon mendimin tawbën. Na do të kemi falë tek Allahu. Na do të kthejmë këtë dynjë, më kthye me ndije, mëshirën, rahmetin, faljen, me ndije gjithçka të Allahu që ka në këtë dynjë. Momenti kur e nin çto, s'kem ku çfarë të me dalë para Allahu. S'kem ku çfarë të me vdek. Se dim që e kemi botën tjetër, e kemi më mirë se këtë dynjë. Prandaj besimtari i cili bën shumë beson në Allahu xhelal, ka frikë me vdek. Po ka knatësi, që do të sa ma shpejt me taku Allahu. Sa ma shpejt me taku me Zotin. Se kjo e dim që kjo dynja është të përgashme. Po dëshira ju do me qenë nuk taku me Allahu në xhelal, me ato i cili është mëshirshëm, i cili është fals, Ghafur, Rahim. E lutem Allahu në xhelal që na i mësoj të jemi prit atij që të kërkojmë falje. Jemi për datë në cilët të ndohemi që Allahu në gjelal me emrin e tina të tawwab, fals, në i falë në katët tona dhe në i shpyrë dhe në i mbulaj në katët tona në botën tjetër e me rahmetin e tina që ka thonë Allahu në gjelal, rahmeti Allahu në gjelal, mëshira Allahu në gjelal është shumë e madhe, shumë e gjanë, përfshin çdo me rahmetin e tina me hinë xhenet inshallah. Zotë na falë gjendër, wassalamu alaikum.